administrata amerikane mund ta jap edhe në raportin ton me Serbinë këtë lloj shtytje, këtë lloj politike? Tani duhet të pritur në fakt se çfarë do të ndodhë. Unë mendoj që procesi i dialogut është në një rrugë pa krye, nëse s'mund të themi që ka dështuar plotësisht, mendoj që ky mendim ndahet edhe nga përfaqësues të BE-s, se mirë ndonë se ata nuk japin një vlerësim të tillë, janë tepër të kujdesshëm, se çfarë do të jetë ky proces në të ardhmen pritet të shihet, por nuk është e qartë nëse nëse këto partnerët tanë do të përkrajnë një proces i cili s'po çon askund. Dhe se mund të aktualisht ky proces nuk po çon askund? Jo, unë mendoj që të gjithë po shohim se është para dështimit, nëse nuk ka dështuar krejtësisht. Mirë, po unë nuk mendoj që ky është fundi i këtij, mund të ketë një proces të ri, i cili ndoshta mund të jetë më pragmatik, do të kërkojë, domethënë, zbatueshmëri të menjëhershme dhe do të ketë qartësim, domethënë, të asaj se çfarë në vërtet cili do të jetë kompromisi. A mundet dhe nëse po, kur mund të vijë kjo kohë, kur Amerika merret direkt me problemin Kosovë-Serbi? Mendoj që megjithatë angazhimi amerikan nuk mund të presim që do të jetë më i madh, do të jetë çështje që do t'i ngelet Evropës që ta bëjë, por Amerika megjithatë do të jetë e pranishme dhe do të kërkojë apo sugjerojë forma të tjera që çojnë drejt normalizimit të raporteve. Një çështje që po ashtu ka ngritur shqetësime në opinion publik është mundësia largimi potencial i trupave amerikane të KFOR-it nga Kosova, megjithse nuk ka asgjë zyrtare, megjithatë kjo çështje posa dikush ta vendos në diskutim publik, merr hovë për shkak të shqetësimit potencial që mund krijohet për brenda. A mund të ndodhë kjo sipas asaj që ju e njihni politikën amerikane? Unë nuk mendoj se kjo do të ndodhë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë një garantues i paqes në këtë pjesë dhe janë pjesë e KFOR-it, e NATO-s, një projekti i cili ka për detyrë që të kujdeset për sigurinë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara janë pjesë e këtij procesi, prandaj është vështirë